Përshëndetje miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram ose në numrin tim të celularit 069 24 68 328. Dhe tani do të bëjmë një pyetje me letra sibile. Çfarë son letrat sibile për këtë pyetje që ne do të bëjmë? Do të kërkoj falje personi juaj. Në zemër, pra personi juaj i rëndësishëm, do të kërkoj falje për gjëra që ai ka bërë gabim. Po thot, ky person do të kërkoj falje për gjëra që ai ka bërë gabim. Është pak i mërzitur, është pak i shqetësuar dhe shumë shpejt e ndryshon atë pjesën e tij të botës së tij të brendshme dhe vjen për të kërkuar falje me këtë fitar shumë i dashuruar dhe shumë i penduar. Është i dëshpëruar në këtë moment, e ka kuptuar që ka bërë gabime dhe s'ka lënduar dhe ti e pret këtë faljen e tij e pret me shumë dashuri, me krah hapur, sepse ti je një femër shumë besnike, shumë e dashur, shumë bujare, që ke falur si princi dashurinë tënde pa kushte. Je femër besnike, je femër shumë besnike dhe shumë shpejt ky do të vi dhe do të kërkoj falje për gjërat që ka bërë. Këtu tregon që ju jeni shumë e lumtur që ky person vjen drejt jush dhe do të bëni ndryshime, transformime të mëdha në këtë lidhje. Pra mund të keni dhe një bashkëjetesë, pra mund të keni mbas faljes që do t'ju bëj personi, mund të keni dhe një bashkëjetesë, pra të vendosni për të bashkëjetuar me njëri tjetrin. Me kë rezonon kjo? Rezonon kjo energji, pra me kë shojnë? Me shigjetari, me ujori, me peshore, me deni, me binjakët, me akreti, me gafore, me ligjëreshët dhe me dashin. Kurse me gërma e emrit të mbiemrit apo të qytetit apo shtetit ku ju jetoni, me gërmën H, I, J, Z, L, K, N, Z, F, Sh, A, N, Y, Z, E, O, G dhe gërmën R. Faleminderit shumë, miq.